Njeriu që beson në vetvete nuk është ai që nuk bie kurrë, por ai që ngrihet çdo herë me më shumë urtësi dhe vendosmëri. Besimi i brendshëm nuk është krenari boshe, por një siguri e thellë që thot: unë jam i aftë të ndryshoj, të rritem dhe të arrij. Mos e kërko miratimin e të tjerëve, por kërko paqen me veten, sepse aty fillon fuqia e vërtetë.